Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Përtej politikës së ditës, Shqipëria ka interes edhe për atë që ndodh në botë. Në fakt, bota është një situatë me të vërtet të çuditshme, mund të themi. Dikur ishte lufta e ftohtë, mbaroi lufta e ftohtë, nuk ka më luftë të ftohtë, po ekspertët thonë që kjo mund të jetë dhe lufta e dytë e ftohtë. Ndërkohë kemi dhe luftën nxehtë në Ukrainë që ka nisur, po nuk dihet se ku do përfundojë. Dhe sot në botë ka shumë diskutime, jo vetëm për atë që ndodh në Ukrainë, po për sigurinë e gjithë globit. Zgjedhja për të dytë e Donald Trump si presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka ndryshuar shumë gjëra në të gjithë skakjerën botërore, por ka dhe shumë gjëra të panjohura. Cila është pozita e Shqipërisë të gjithë këtë situatë botërore? Unë sot kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio një mik të hershëm të mirë, por që kam shumë kohë pa e pasur në emisionin tim, Xhavit Shala, një ekspert i sigurisë dhe një shumë i mirë i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të sigurisë globale, dikur me një karrierë të shkëlqyer në policinë e shtetit, sot me gradën profesor i asociuar dhe pedagog në disa universitete. Kam kënaqësinë, zoti Shala, faleminderit që pranon ftesën. Faleminderit për ftesën e herë. Dhe mirë se u riktheve pas shumë kohësh në emisionet e mia. Kemi qenë njohë dhe lidhur në situata të vështira. Situata lufte. Në kohë lufte. Zoti Shala, pyetja e parë është ku po shkon bota? Kjo është pyetja që edhe diplomatët bëjnë sot, edhe ekspertët e sigurisë botërore. Shkolani, duket që rendi botëror po pson një tronditje të madhe. Dhe për të shprehur diçka, domethënë ky rend botëror që është sot u vendos pas luftës së dytë botërore. Dhe u krijuan mekanizma për ta disiplinuar këtë, dhe këto mekanizma fillojnë që nga institucionet, duke filluar nga Organizata e Kombeve Bashkuara me gjitha anekset e saj, se ajo ka një sër organizma që janë brenda komitetesh, pra dhe gjykatash, dhe pra u kriju një infrastrukturë për të garantuar këtë rend dhe siguri në botë. Pra, ideja është të ketë një legjislacion, këta shpesh përdoret fjala qeverisje botërore. Ideja e qeverisjes botërore është pikërisht ky rend botëror që ekziston, pra që duhet të garantohet me mekanizmat e tij, sepse mund të themi që një sistem sigurie u vendos edhe pas luftës së parë botërore, që u krijoi lidhja e kombeve, por ajo nuk arriti të Dhe ajo solli luftën e dytë botërore. Po, di pse solli luftën e dytë botërore, Landi, sepse fuqitë më të mëdha të kohës nuk ishin pjesë e lidhjes kombeve. Gjermania ishte dënuar si autorja e humbse luftës së parë botërore. Gjermania i humbi dy luftën. Rusia, po e themi që u bë Bashkimi Sovjetik pastaj për shkaqe ideologjike. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e pan, e nxitën krijimin e lidhjes kombeve, punuan shumë për ta krijuar. Presidenti i asaj kohe, Wilson, e nxitën shumë për ta krijuar këtë, por vetë e quajtën të tepër të marrin pjesë. Sepse isha koncepti i izolacionizmit, domethënë ç'pun kemi ne më marr me problemet e kontinentit, dhe kur aktorët kryesorë nuk ishin në këtë vendimarrje, normalisht që nuk ishte garantuar kjo. Kurse sot i ke aktorët kryesorë, por gjërat edhe sot në këtë sistem ndërkombëtar po evoluojnë shumë. Sidomos pas luftës së ftohtë, nga një botë dypolare gjatë periudhës luftës së ftohtë, që ishte me janë edhe dypolare, por edhe përballë ideologji përballë njëra tjetrës. Komunizmi me krah me Bashkimin Sovjetik krye dhe me bllokun e tjerë, edhe kapitalizmi krahun tjetër me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kishte një botë dypolare. Kur u shemb komunizmi, pastaj u kthye në një botë unipolare. Pra mbështetuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe po e themi që në qendër të këtij rendi botëror u vu perëndimi dhe garantuesi i këtij rendi botëror u bën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tashmë gjërat po lëvizin. Kjo botë që u zhvilluar, domethënë. A jemi akoma një polar apo me Bashkimin Sovjetik sot Rusia po shkojmë drejt dy polar? Dy polar është pak tush, po shkon sepse sot ka edhe një fuqi tjetër botërore që edhe nuk do kaloj shumë vite, do të lej pas edhe këto tjerat, që është Kina.
Jemi trepolare sot? Po, jemi trepolare. Jemi trepolare, ata po luftojnë efektivisht ky rend që po tronditët dhe po ta kesh parasysh Trumpi thotë Amerika e para, por Amerika e para kërkon shumë punë për të nejtë e para, domethënë ndërkohë që ka konkurrent tjerë. Dhe këto ambicie për një rend të ri botror u tukën me takimin para një muaj të organizatës Shangajit. Pra organizata bashkëpunimit Shangajit, që nismëtarë kësaj organizate ka qenë Kina dhe aty bën pjesë edhe Rusia dhe presidenti i Kinës hapur pretendoi për një rend të ri botror i cili të ketë jugun global në qendër. Jo perëndimi, jugu global ka parasysh pikrisht ato zona ish Bashkimi Sovjetik, Kinën dhe këto zonat e tjera dhe kjo lidhet edhe me ato teoritë gjeopolitike që është shumë interesante ti trajtojmë pak. Dhe këtë që mendoi Trumpi që mund të lundte pak midis Kinës dhe Rusisë duke afruar Rusinë të kundërt edhe asaj që bëri Kissingeri, domethënë që afroi Kinën kundër Bashkimit Sovjetik, Trumpi deshi të afrojë Rusinë kundër Kinës, gjë që për mua falimentoi kjo politikë dhe dështoi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë mundësi tjetër për të ruajtur primatin në këtë rend vetëm duke bashkëpunuar shumë me Perëndimin, duke majtur të unifikuar Perëndimin, duke patur partner Bashkimin Evropian. Pra edhe duke punuar për ta kthyer edhe NATO-n për ta kthyer Bashkimin Evropian nga një fuqi politike dhe ekonomike, siç është në të vërtetë Bashkimi Evropian, për ta kthyer në një fuqi ushtarake. Nuk ka rrugë tjetër sepse shpejtësia me cilën po ecën Kina është marramendse dhe jo vetëm Rusinë që e ka lënë ashtu, po brenda disa viteve mendohet që mund ta lejë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë mund t'i lejë pas në Kina ajo politikë që ndoqi dikur po e themi Deng Xiaopingi i kohës në atë kohë që luftoi për ta bërë një fuqi ekonomike, duke shfryzuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i shfryzoi edhe Shtetet e Bashkuara dhe u kthye në fuqi ekonomike, tashmë Kina nuk i mjafton të qenë një fuqi ekonomike. Kina do të kthehet, është kthyer në një fuqi ushtarake, është fuqi bërtamore dhe është në kulturën kineze ajo që nuk kanë dëshirë ose nuk pretendojnë të bëjnë lufta pushtuese, por Tajvanin do ta marrë dhe do luftoj ta marrë. Pra do përpiqet që edhe domethënë synimet e saj për Tajvanin ata e quajnë legjitim, sepse Tajvani thotë ka qenë pjesë e Kinës dhe nuk e quajnë, nëse marrin Tajvanin nuk e quajnë luftë pushtuese. Tani në gjithë të panoramë që ju bë, roli i Shqipërisë cili është? A jemi ne të përgatitur në rast edhe të një lufte apo të rreziqeve që paraqet çdo situatë që përplasen këto fuqitë e mëdha që tashmë që kanë gati trepolare? Shqipëria është vend i vogël, edhe sepse këto fuqia një vendi duket edhe sa ne vendi vogël, po ne edhe kur ishim me Kinën në aleancë thoshim nuk kemi 2 milion, po jemi 1 miliard. Po ishte në atë kohë 1 miliard e 2 milion. Në atë kohë ishte bile edhe kur prishim me Kinën, thoshim ne në atë kohë thoshim që shiko, ka mendimi i Amerikës është kështu, mendimi i Bashkimit Sovjetik është kështu, po mendimi jonë është kështu. Domethënë pretendoshim që të ishim ke parasysh se ne jemi vend i vogël dhe si është pjesë e kulturës shqiptare të strategjisë, në parantezë kultura strategjisë ka të bëjë pak a shumë me mënyrën se si një komb i zgjidh çështjet e tij në vazhdimsi çështjet e tij të sigurisë dhe që transmetohet edhe nga brez në brez dhe që kjo ndikon në politikat e sigurisë. Pjesë e kulturës shqiptare të strategjisë është që çështjet e sigurisë ka zgjidhur gjithmonë me një aleat të madh. Pra, në sqetullën e dikujt e kemi pas këtë se kemi qenë vend i po në sqetullën e dikujt, okej, po në gjë bëjmë vetë neve? Po du t'i bëjmë vetë, patjetër që du t'i bëjmë. Jo, i bëjmë apo duhet? E keqja është që ne duke qenë në sqetullën e dikujt ne mendojmë se i kemi të garantuar gjitha. Edhe sot që jemi shtet antar i NATO-s, është një fitore e jashtëzakonshme antarësimi dhe qenia në NATO, por edhe NATO ka detyrimet e veta. Nuk mund të thosh që jam antar i NATO-s edhe nuk do investojnë në këtë fushë. Tashmë gjën e mirë që bëri Trumpi është që ai detyroi gjithë vendet e NATO-s, sepse Evropa
gjatë gjithë kohës pas luftës së dytë botërore, sidomos gjatë luftës së ftohtë, por edhe pas luftës së ftohtë, ka përfituar nga çadra amerikane, nga Dhe cili ishte kjo e Trumpit që detyrimi? Pra, detyrimi këtyre për të investuar për sigurinë dhe i vuri kufit. Deri në 2035 do të kaloj 5% të secili shtet 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Edhe kjo i bën të investohet shumë në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes. Tu përfshihet dhe Shqipëria. Patjetër, edhe ne kemi dërim. Sa përqind e kemi sot? Ne se s'ka vëmë as 2%. 1.95, 2%, mund të shkojmë 2%, por do të shkojmë, i ke detyrim. Do të thënë është detyrim që deri në vitin 2035 duhet kemi 5%. 5% është shumë për. Është shumë, 5% tek ne mund të shkojë rreth 1 miliard e 300 milion euro. Do të thënë ti je duke dhënë një lajm sot, ti je duke dhënë një lajm sot, atë dha Trumpi në fakt që detyrimi i vendeve anëtar të NATO-s deri në vitin 2035 është që të kalojnë 5% të prodhimit brendshëm bruto. Që do thotë për Shqipërinë sa është $1 miliard? Me këtë, nëse do të jetë ky prodhim i brendshëm, këto nivele prodhimi brendshëm bruto, në Shqipëri mund t'i bjerë të shkojë ke 1.2-1.3 miliard $. 1.2-1.3 miliard $, vetëm për ushtrinë. Shiko, këtu ndahen në dy kategori. Domethënë, e para një pjesë nga këto mund të jetë për infrastrukturën ushtarake, rreth 30% e kësaj. Edhe pajisjet. Pra, përveç kësaj struktura ushtarake ka parasysh, shiko se ne ja themi që infrastruktura është për të lëvizur nga porti i Durrësit për të shkuar deri në Rumani, ose llogaritet korridoret toksore do llogariten si për gjithë vendet e NATO-s, e kupton? Korridoret detare apo toksore? Toksore herë detare nuk diskutohet, por toksore duhet ketë, ka nevojë për ura, ka nevojë për rrugë, ka nevojë pra që të lejojnë lëvizjen e mjeteve. Do të thënë ti thuaj që për shembull nga Shqipëria në Rumani është edhe infrastruktura, patjetër. Këto do hyjnë, këto një pjesë do hyjnë ke edhe rrugëve apo edhe të transportit. Me përdorim të dy fish quhen këto. Me përdorim të dy fish që mund të përdoren, pra nëse për kohë lufte duhet jenë. Për shembull, po bëhet në Durrës porti, një port me që të ketë kapacitete ushtarake. Edhe kjo hyn ke kjo. Kurse pjesa tjetër është pjesa që do investohet në drejtim duke filluar që nga uniforma, që nga trajnimet, që nga armët, gjithçka. Domethënë edhe në total kjo duhet kapi 5% deri atëherë. Sot neve larg qoftë, po bëjmë pyetje kështu drejt për det. Plas lufta na sulmon Serbia. Serbia nuk na sulmon dot herë se do kalojnë nëpër Kosovë. Po mi pak, sulmon komi shqiptar. Nuk kalon dot. Po sulmon Kosova ne nuk do bëjmë plazh. Parasysh dikur ai lideri asaj kohe që ta zguxojnë dot thatë sepse do përballen me shqiptarët. Me shqiptarët, po. Se edhe ai shpresonte që shqiptarët do na mbrojnë ne këtu kur para se të vinë. Mund ta mbronin ne? Patjetër që po. Sepse patjetër që po, është një angazhimi patriotik. Edhe ne kemi detyrime nëse në të tjetër vend qeni ju para disa kohësh kisha Hajro Limaj, një zbulus të shërbimit të ushtarak, i cili tregoi për planin, që është i njohur, ai plani që kishte Shqipëria gjatë regjimit komunist për sulmimin e Jugosllavisë. Dhe ai tregoi detaje, deri te ajo 70.000 trupa edhe mjete e tjerë. Sipas te sot që jemi të kthjellë dhe gjithë dhe ju keni kthjellësinë edhe për shkak të studimeve tuaja, kishte vlerë ai plan apo ishte thjesht teori në letër aty? Shiko, gjithsesi ai disa shbërë si plan do të thotë që ka pasur një qëllim caktuar politik. Po? Sepse pa një qëllim caktuar politik. Qëllimi ishte çlirimi i trojave tona. Po, sepse Kosovë, shqiptarët e Maqedonisë, sepse një problem i madh ndodhi gjatë luftës së dytë botërore. Partia Komuniste Shqiptare, si dihet, ra nën tutelen që në krimin e saj në tutelen e Jugosllavisë serbe. Ra nën tutelen serbe. Ata komanduan gjithçka dhe kur ne mendoshim për internacionalizmin, pra për luftën kundër fashizmit gjithë bashkë për ta luftuar, ata mendonin që edhe për ta luftuar fashizmin, po edhe mos e lëshonin Kosovën. Dhe kur kujtuam ne, Kosova iku. Dhe për ta bërë dhe ne Republikë të Shtatë. Po një variant ishte edhe ajo, më pas synuan, sepse po dhe ky plan dhe në një farë mënyre u investua. Shiko, Landi, është investuar
për të trajnuar njerëz për të vepruar në Kosovë. Për të vepruar, ëh? Absolutisht, po. Po si? Janë trajnuar njerëz, unë po them, një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve kosovarë që vinin nga emigracione. Vinin këtu? Po, që vinin këtu. Dhe stërviteshin? Absolutisht. Ku, në cilët vite? Gjatë gjithë viteve. Dhe ku stërviteshin ata? Ata stërviteshin nga strukturat e Ministrisë Brendshme, stërviteshin për kryerjen e veprimeve në Prapavin për të kaluar atje, për të nxitur, për të marrë kontakt me lidhet e tyre që një nga ata që është përgatitur ka qenë baba im. Wow. Me shumë të tjerë. Si quhej baba juaj? Jo, thuj tani se që ka pas ai ka shërbyer shtetit dhe kombit. Ka qenë vetëm ai, kanë qenë shumë që stërviteshin, sidomos në mënyrë masive filluan të stërviten edhe pas demonstratave të tillë. Pse ju nga Kosova? Po. Shala, tani të ardhur, janë ardhur nga zona e Podujevës. Nga Podujeva? Po. Baba juaj si quhej? Feta Shala. Dhe ai stërvitej këtu? Janë stërvitur, po kanë ardhur, këta janë brezi kosovarëve që kanë lindur këtu, po këtu stërviteshin. Kanë ardhur vitet 30 prindërit e tyre? Po, vitet 30, 24, 30, pra me ato shpërnguljet e para me gjenocidin serb që u bë që në atë kohë që... Po, gjatë kësaj kohe, zoti Shala ka pasur që vinin familje her pas here në Shqipëri dhe menin në shtësi shqiptare direkt, se unë kam parë pafund. Kanë ardhur edhe... Dhe stërvitej baba jot, shkojnë ndonjëherë për të... Shiko, disa grupe edhe kanë shkuar. Kanë shkuar, Kanë shkuar, patjetër që kanë shkuar. Në vazhdimsi kanë shkuar. Para dëgjoj. Jo, kanë shkuar. Po me çfarë bën ata? Shiko, ka në atë kohë, ajo struktura se kohë, pavarësisht anës ideologjike e tjerë është problem tjetër. Ka patur një departament ose një drejtori që quhet Drejtoria e Zbulimit. Në ministri? Në Ministrinë Brendshme. Po? Drejtoria e Zbulimit që ishte pjesë e atyre organeve të sigurimit të shtetit. Dhe kjo drejtori merrej ndërmjet tjera merrej edhe me këtë punë, pra që dërgoheshin grupe zbuluese diversioniste. Diversioniste. Po, siç po provojnë ato, po stërviteshin. Ku shkon ata në Prishtinë? Po kanë shkuar, zakonisht zgjidheshin ata që kishin kontaktet e tyre atje, dhe kontaktet që lidhjet familjare të vjetra, mund të mos i tratonin. Po, sigurisht. Dhe kanë shkuar, kanë kryer detyra që kanë marrë nga shërbimi këtu dhe janë kthyer. Kanë bërë një punë konkrete, për shembull baba jot çfarë detyre ka bërë? Shiko, baba im janë stërvitur, baba im ka qenë ajo kategori që përgatiteshin dhe nuk arritën dot. Nuk i vun. Po të tjerë ata që vajten? Po, ata që kanë bërë detyra që është dhënë. Kanë kryer detyra? Do shkosh, kanë zvotuar? Patjetër që kanë. Çfarë efekti, çfarë pasojë solli? Pasoja, zgjerimi i rrjetit atje. Rrjetit informativ. Pra, për të marrë informacion, për të njohur situatën, për të dhënë detyra etj. Pra, ndërmjet tjerave, një nga këto, për të përgatitur, për të krijuar organizime që të kryejnë veprime ose koordinime. Pra, mbaret nga detyrat që kishin nga grupi në grup. Për ta mbyllur këtë çështje, se më ngacmoi shumë, po përse atëherë shumë kosovar shqiptar të Kosovës, se fjala kosovar nuk është shqiptar të Kosovës. Po si themi Skrapalin. Po s'ka problem. Tema morën në gojë, pse sikur themi pse Skrapalin. Pse shqiptar të Kosovës që erdhën në Shqipëri këtu, disa u arrestuan, nuk i trajtuan etj. Dhe u akuzuan si agent UDB-s. Kjo ka qenë e vërtetë apo ishte legjend? Shiko, unë jam marrë edhe në ato kohë kam punuar në një sektor edhe me kundër zbulimin, po që kishte drejtimin jugosllav. Dhe është fatkeqësi kjo që thotë, kjo ka ndodhur. Ka ndodhur. Ka ndodhur dhe kjo është kriminale. E keqja cila ka qenë. Kjo nuk diskutohet që ata kanë dërguar njerëz me mision. Si qoshim ne i qoshim ilegalisht, ata e kanë pru legalisht, i kanë përtu, për shumë dikë që e qoshin si patriotë etj. Ka ardhur dhe me detyrë, ka nga ata. Ka nga ata. Domethënë agent UDB-s. Agent, për të rekrutuar kanë ardhur me detyra të nga shqiptarët e Kosovës. Nga shqiptarët e Kosovës, pa diskutuar. Dhe një pjesë e këtyre ka pasur një procedurë që kaloshin nëpër pika filtrimi që quhesh. Që quheshin nëpër këto pika dhe që nga Kuksi, nga Shjaku etj. Dhe këta hetoheshin, mashin të izoluar, intervistoheshin, pritej konfirmimi i dhënave dhe pastaj një pjesë e këtyre që kishte dyshime, normalisht që do të dashur, por çfarë bonte UDB-ja? UDB-ja tashmë e përdori një stil tjetër. Për shembull, arretisi Landi që ishte patriot i madh dhe i shpëtoi UDB-s. Nuk e arrestoi dot, iku. E bën loj? Jo, iku, u arrestis për Shqipëri. Erdhi këtu. Po, tash ata për të njollos Landin, qoshin edhe dy tjerë me detyra.
që ti të shkosh atje dhe në këtë procedurë që do ndjekësh ti, do të pranojnë, do të pyetësh do kështu, ti do thoshe, shiko, unë landin më thonë, kë njefti nga të, po nga zona ime ka qenë edhe një që ka ikë në Shqipëri, kush është filani? Dhe shu të bës? Jo, nuk e njoh, unë e njoh për burë të mirë, po njëherë duke kalu me makinë filan vene kam pa me një oficer të bës. Kaq, mjafton të kjo. Në arrestore do të shkretin. Jo, ai pastaj vijej nën kontroll, po vijej padrejtisht nën kontroll. Domethënë ai kishte ardhur me atë ndjenjën e patriotizmit kanë vuajtur shumë nga këto? Ka pasur, po, ka pas që kanë vujtur nga këto dhe pra kjo është një taktikë e tyre që këta e përdorin dhe edhe këtu pasaj edhe vetë sigurimi shteti krijoi një domethënë çdo shqiptar i Kosovës të ishte me pikpyetje. Ishte me pikpyetje. Saqë unë qeshja, thosha unë mos kisha hyrë në këtë profesion do isha edhe unë me pikpyetje. Ua. Domethënë çdo shqiptar i Kosovës i ardhur në Shqipëri ishte me pikpyetje. Po të them unë ku kam qenë në një strukturë, në një qark, në një degë brendshme, kryetari i asaj dege në një moment, pse s'keni regjistruar kontingjente për llogaritë e zbulimit jugoslav. UDP. Pra, kontingjenta regjistroheshin fëmijët e këtyre të dënuar si agjentuar etj. Edhe koncepti i tij ishte që shiko, fushmëria është plot me kosovar. Pse s'keni regjistruar ju? Domthon koncepti. Këta ishin raste jo të përgjithshme. Po kishte nga këta që të bëshin gjëmën këtë, domethënë, që të hyje. Pra, shqiptarët e Kosovës edhe kur kanë ardhur janë ndeshur me këto probleme. Cila ka qenë arritja më e madhe e Shërbimit Sekret Shqiptar për çështjen e Kosovës gjatë atyre viteve? Shiko, unë nuk them se ka pasur ndonjë veprimtari kështu, domethënë synimi ishte përgatitemi për një situatë, për një gjë. Edhe s'do asgjë. Edhe jo, atëherë kur unë qeshja me baban se donte më shku, si kishim mësuar rrugët për mençata, nga trajnimet i kishim mësuar rrugët, hyn këtu, del këtu, hyn këtu, del këtu, hyn këtu, del këtu. E kupton ti? Dhe edhe i thash, edhe shkojmë kur kemi ecë, më i tregonte ai, po ti s'ke qenë asnjëherë. Jo, deri aty kam qenë unë, po deri aty në Leonin, sa të mësoshim këto, të mësoshim ato. Futën në Kosovë njëherë? Jo, bëhet fjalë për më vonë pastaj mas 90, pasi bo Kosova shteti bavar, mas 99-s, domethënë. Por që një pjesë e këtyre. Po domethënë Shërbimi Sekret Shqiptar, sigurimi, parasish ideologjisë, arriti në një sukses për Kosovën, them. Shiko, se me këto është pak unë du ta dalloj atë pjesë të sigurimit që është marrë me përndjekjen e njerëzve, me atë pjesë të sigurimit që vërtet ka pas një detyrë për interesa kombëtare. Sepse të mbroje Shqipërinë nga veprimtaria e një zbulimi të huaj ishte interes kombëtar. Nuk po flasim këtu se dikush mund të thosë jo partia, jo kjo, ajo, unë du t'i ndaj pak me njan ideologjizmin. Dhe ka patur pse domethënë shteti shqiptar duhet të ishte i përgatitur për çdo situatë, sepse edhe në atë kohë gjatë po ndryshon. Shteti domethënë në moment që u leju pak kjo ndikimi kulturor, po themi mas viteve 70 që Bekim Femiu këtu dhe erdhën bashkëpunim ashtu dhe asamblet tona shkon pedagog në universitete erdhën këtej edhe pat një frymëmarrje dhe shteti ndikoi në këtë rast. Dhe kjo ishte ajo përgatitja pasaj që çoi pasaj edhe në demonstratat e 81-shit. Domethënë kjo ishte një lloj një nga ato sepse vetë Kosova jemi duke thënë që sigurimi i shtetit e shfrytëzoi këtë shkëmbimin kulturor. Po, ai vepronte në emër të shtetit, nuk po pra janë dërguar me detyra, kanë ardhur me detyra etj. Pra unë nuk po them, pra gjërat duhet i ndajmë, landi edhe njerëz se duhet jemi qartë atë sepse unë në atë institucion kam punuar pak kohë dhe aq sa kam nuk është se kam pas edhe më shumë pak për sa vite. Dhe shumë gjëra unë i kam mësuar më vonë në aspektin studimor. Pra duke u marrë, duke studiuar platforma, duke studiuar nëpër arkiva, duke studiuar gjithçka dhe kam kriju një tablo akoma më të qartë siç ishte ajo strukturë, domethënë, sepse pastaj fillun këto sulmet, shiko, ajo një definicion domethënë që në 43-shin kur u kriju si armë
domethënë ajo u quajt domethënë arma mbrete e partisë. Dhe ushtri në atë kohë e ushtrisë nacionale qendrore. Pra, që në momentet e krijimit ajo strukturë ishte në ndikim partijak. Po ishte ideologjik. Baza ishte ideologjik. Absolutisht, dhe nuk ka, domethënë, dhe të kërkoje më pas që shiko, partia ishte e mirë, por këta ishin të këqit nuk shkon. Nuk shkon, po ke shumë. Nuk shkon. Bile në një nga plenjumet e Enver Hoxha i mërzitur nga këto grupet që po zbulonte dhe ju tha atyre i surdisë ata sigurisht tha, çka keni bëju? S'keni zbuluar si grup. I ka zbuluar partia. I ka zbuluar partia, po. Këtë një nga këto plenjumet i ka zbuluar partia. Do në e zhvlerësoj. Absolutisht po. Sigurisht. Pra, ç'a ishte? Ju jeni një lev. E kuptova. Këtu pastaj ka patur njerëz që kanë abuzuar me këtë detyrë, njerëz të cilët kanë abuzuar, ëh? Absolutisht mund të kanë abuzuar, mund të kenë përdorur tortura, përgjithësia këtu është individuale. Dhe kjo është e keqe që këtu nuk penalizohet asnjë individualisht. Po pra, kjo është pyetja ime, au po themi u dënua, u penalizua? Nuk ka pas, unë nuk di një rast që të jetë penalizuar, një që të thotë që thotë që shiko, mu filani më ka bëu kështu dhe unë kam këto prova ose kam këtë gjë ose kam atë gjë. Bile ne do ta shpjegoj pak edhe nga ana juridike dhe nga ana e procedurës. Gjithë, domethënë, sigurimi ka përdorur edhe ato metodat siç ka çdo shërbim që sot i ka të shkruar në kod penal, në kodin e procedurës, domethënë, përgjimet e gjitha. I ka përdorur, por në procedurën e kohës nuk lejohej që përgjimet të përdoreshin si provë. Nuk lejohej, nuk pranohej. Në atë kohë, Në atë kohë. Nuk lejohej. Nuk lejohej. Jo, sepse përgjimi quhej një nga format sekrete dhe për ta përdorur përgjimin si provë mund të ishte një rast shumë i rrallë, mund të bëhet fjalë për një agjentur, për një gjë kështu, mund të ishte rast shumë i rrallë dhe mund të përdoret vetëm me miratim të ministrit brendshëm. Qartë. Ndërsa në raste tjera përgjimi ishte për të krijuar një bindje që po, Landi është armik i pushtetit popullor. Pra, nëpërmjet kësaj krijoi bindja, ndërsa pjesa tjetër pastaj duhet i gjeshë provat. Dhe kjo pastaj çojnë atë që mund të nxirrshin prova me dhunë dhe ka pasur raste edhe të janë dënuar për shkak me presion. Pra, janë marrë dëshmi në presion. Tani, për ta mbyllur këtë kam 3 pyetje që përgjigjen e dua shkurt, pastaj nëse është e vlefshme dhe mund të zgjerojeni. 1. Nga studimet tuaja, sepse sigurisht që ju se keni arritur, ishte merit, se kjo ka debat, ishte merit e sigurimit shtetit apo tradhtia e Kim Philbit dështimi operacioneve të CIA në viteve 50? Shumë unë vjen me qesh në herë kur thonë që atë që ka bërë sigurimi e ka marrë nga Kim Philby. Është prallë. Jo, nuk e ka marrë, shiko, për të qenë të saktë ose të qartë, domethënë ishte shërbimi sekret rus, pra KGB, që këtu ishte, domethënë kishte terren dhe ajo pastaj ja jepte sigurimit. Kim Philby nuk e dinte datën dhe orën kur do zbarkonin grupe diversioniste në malin e Mokrës. Atëherë ishte merite e sigurimit? Absolutisht po. Dhe po ta shpjegoj unë. Kim Philby ka dhënë informacione në nivel strategjik. Domethënë, cilat ishin informacionet në nivel të lartë e Kim Philbit, që informacionet ishin që Perëndimi po dërgon, po trajnon njerëz nga të arratismit, do të jetë në Shqipëri, nga Ukraina, nga Shqipëria, nga kjo qendrat janë këtu. Pra, në nivel strategjik, kurse sigurimi pastaj, kurse kjo pastaj që u bë në Shqipëri për ta bile ju dha një goditje shumë e ashpër në atë kohë, sidomos këtyre që ishin të lidhur edhe me inteligjencën amerikane, por edhe me inteligjencën angleze. Do të thotë je duke thënë që shërbimi sekret kishte të infiltruar agjentë vet në grupet që trajnoheshin në Gjermani? Absolutisht po. Kompania e famshme. Po, edhe kur vinin këta, qëllon dhe kape njëri rekrutohej, ka qenë sa ta ora data i binde nga parashutat kape i gjallë. Kapeshin, bile një kur janë publikuar në malet e Skaparit, të Korçës. Pra, dhe ai që kape i gjallë duhet transmetonte që ne po vazhdojmë, është gati kryengritja, po bëhet kështu, po bëhet ashtu, edhe Refiku ka thyer dorën. Vishin edhe 10 tjerë. Edhe këta kapeshin gjithë. Dhe kjo po, Hamit Maqani. Kjo është metoda e luftës së kohës.
Jo, si më ka bërë përshtypje që, okej, dakord, e pranoj këtë, po si ka mundësi një inteligjencë kaq e lartë e oficerëve të sigurimit shqiptar? Nuk është, shiko, nuk është se ka qenë inteligjencë. Një pjesë e këtyre kanë qenë shkolluar në Bashkimin Sovjetik. Se Tony Blair tha 2 dështime ka CIA dhe shërbimi sekret anglez, në Irak tha dhe në Shqipëri në vitet 50. Po, ata kanë pranuar, po ai nuk tha që ka qenë roli i Kim Philbit. Jo, ai s'e tha. Se përmend. Te historinë Kim Philbit e kanë gjetur tjerë vetëm për ta vlerësuar. Tradhtia e madhe, te libri i famshëm, Tradhtia e madhe, aty thotë që ai jepte informacione për sigurimin e shtetit. Shiko, ata kanë dhënë informacion, thash nivelet që informacion që japin ata kanë qenë te niveli strategjik. Nuk ka qenë qenë të detajuar. Sapo ta thashë kur do vinte avionet do zbristen në malet X ose në zonën X ose malet e Korçës të Mokës. Po, në Biz ose në këto gjitha që do zbrisin, nuk jepte Kim Philby këto. Këto ishin informacione që merrte inteligjenca. E dyta, dhe ata çfarë metode përdorën? Përdorën ata njerëz me probleme, po, i detyruan të arratisen brenda vendit. Për shembull, Palmlyshi, historia e Palmlyshit. E dini historinë e Palmlyshit. A kupton? Po përveç Palmlyshit ka pas shumë të tjerë. Janë bile jo të mëkash, po në metodologjinë e asaj kohe Kishe shumë Palmlysh? Kishe shumë palm patjetër, po kanë qenë grupe që janë dërguar një grup i tërë. Edhe ka dalë në mal duke vazhduar si band. Wow. Që ta merrshin vesh gjithë tjetër që është kjo, po me lidhje që të besueshme gjitha. Po gjysma ishin oficerat sigurimit. Ishin oficerat sigurimit? Absolutisht po. Për këtë band bëhet fjalë? Po ka qenë Asim Aliko, kanë qenë një pjesë Asim Aliko, Luan Pobrati, dhe babai i kësaj loje, babai i kësaj që ka ideuar dhe që ka qenë një burr i nderuar që unë për momentin Luan Pobrati. Po i çaj Luan Pobrati, se Luani ishte Ibiri. E Kurani ka qenë një nga këta që ka marrë pjesë, kurse në qendër ka qenë dikush tjetër që Mirë, roli e Kuran Pobratit ka qenë jashtëzakonsh. Këta kanë qenë kë grupi që u holl narrati. Narrati. Pra kanë qenë 5-6 veta dhe pastaj u zgjeru kurse ky tjetri është, nëse nuk më kujtohet për momentin, por më forta është ky pas viteve 90 iku në Amerikë dhe mori stërhim u bo shtetës Amerikan. Wow. Dhe mas sa vitesh, këtë mund të tregoj, ta konfirmon profesori Irakli Kuçallari që ka qenë... Po, një nga studiuesit më të mirë të shërbimit sekret. Dhe Irakli Kuçallari e takoi këtë përfaqësuesin e CIA-s me përfaqësuesin të dy në njëjtën kohë. Ky kishte luftuar kundër këtij, ky kundër këtij. Sa e bukur kjo. Dhe u takuan? Po, e organizoi një takim tresh. Sa fantastike kjo se di. Çfarë thua pastaj? Po, pra e kupton si kalon koha. Do të isha agent i sigurimit me isha agent i CIA-s, u takuan. Ata kishin luftuar me njëri tjetrin. Po që kishin pra nga 200-300 vjet njëri tjetrit. Ua, sa e bukur. Ja harroj këtij se është burr i nderuar edhe ka vdek tash. Ka vdek nga mosha 90 vjeç, diçka 90 sa vjeç. Mos e ke fjalën që u bë dhe skenaristi i filmit të Palmlyshit? Jo, nuk është ky Okej, tani, pyetja tjetër lidhet me Meçeu, ishte poliagent? Me dokumenta ishte. Ishte? Po, ishte. Shiko, ishte... Se unë po flasë i studius, se ti e sigurisht. Do të bëjmë një, do të shohim edhe në aspektin analitik. Meçeu ishte dikushi. Ishte nga një familje që ishte një familje dhe ishte luftëtar, mori pjesë në luftën e Spanjës. Kishte arsimim shumë. Këta persona gjithmonë bën target për një shërbim që ka interesa në Shqipëri. I vetmi që fliste anglisht në qeveri, në pushtetin... Vetmi që, si që tha, bërë edhe një program qeverisje social-demokracie, pra, dhe kjo, tjetër gjose si përfundoj, por ideja ishte që në analizë, në këndvështimin tim, ai i ka shërbyer absolutisht, shiko për të mbjelltuar, Agenti i cili shërbimit? I CIA-s? Nuk është vetëm historia me Meçeu, po ti hysh ti të lexosh në luftën e parë botërore, midis dy luftave botërore, filan patriotës, po përmend emra. Ka dalë raportet e konsujve. Shkon te X-i, jepte informacion. Sot është nga patriotët më të ashtu.
Është, se meriton, ka thonë Shqipërisë. Tjetër ka qenë tjetër, shkonte, ai fliste kundër këtij. Ky konsulli bën raporte, pas merr informacion nga ky. Për Mehmetin, në konceptin e sotëm, ky patrioti X dhe ky patrioti Y mund të quhen agent të këtij shërbimi. Tani Mehmeti ka dokumenta thatë juve që ka qenë agent i kujt? Ka qenë i disa shërbimeve. I disa, poliagent. Po, para poliagent. Shiko, po çfarë shërbime? Ai ndeti 27 vjet. Shiko, kryeministër. Shiko, Kadrias Biut i kërkon llogari në fund pse ke pas këshilltar sovjetik ti këtu. Po ka qenë këshilltarët kanë qenë në gjitha institucionet. Jo ti ke bashkëpunu me atë dhe i ke dhënë rrjetin sekret. Se në faktikisht një pjesë e këtyre shqiptarëve që ishin informatorë, që shkoshin për studime në Bashkimin Sovjetik, këta ja kalonin shërbimit sovjetik, ja kalonin KGB-s, ja kalonin rrjetin, që këta ta shfrytëzonin atje dhe kur të vijë kthej ky të përdorë. Por kjo u quajt pasaj shkelje. Tani për Mehmetin tani ka dokumenta për CIA? Po për tjetër? Për KGB-n ka? Shiko, për CIA-n, për KGB-n mund të jenë shfrytëzu këto, domethënë takimet që ky bënte, informacionet që jepte, ankimet që bënte ka ambasadori rus në atë kohë që u dëmtu. Po tjetër vetëm këto dy shërbime apo edhe bëhet fjalë edhe për shërbimet perëndimore? Shërbimet edhe bëhet fjalë edhe për domethënë për UDB-n. Edhe për UDB-n, Po, kështu bëhet fjalë. Tash unë s'kam pa dokumente, unë po them kështu në analizë logjike të këtyre informacioneve që kanë qarkulluar në atë kohë. Dhe çaj megjithëse kaq ndenti 27 vjet e 3 muaj kryeministër, s'kishte dëm të madh. Po, e vran apo vrau veten? Ka pas versioni zyrtar që vrau veten. Po. Unë nuk besoj asaj që njëri, nëse është e vërtetë ajo, po të lexosh, nëse është e vërtetë me 2 plumba nuk e vret veten njëri, po ai thonë që është vrarë me 1 plumb. Tani, unë e kam në librin tim 100 vrasjet që Ester Fiftari thot me dorën e majt, kriminalisi dhe mjeku ligjor Fatos Arito thot në dokumente si kanë bërë me dorën e djathtë. Po. Pra unë nuk mund të nuk duhet të abuzoj me pa patur, pa i lexuar vet, unë thjesht duhet bëj një analizë logjike. Dhe për ta mbyllur, ka qenë herë në strategjinë e Serbisë. Domethënë që në kohën kur kryeministër ishte Nikola Pashiq, ka qenë një nga kryeministët më i gjatë dhe ai e vlerësonte shumë raportet me Shqipërinë. Dhe e kam përmendur edhe diku tjetër që ky çështën shqiptarët Shqipërinë e trajtonte si themra akili të Serbisë, domethënë që mund ta dëmtojnë shumë ta. Dhe kishte një strategji për mënyrën se si duhet trajtoheshin raportet me Shqipërinë. E para ta bëjnë pjesë e Jugosllavisë. Në atë kohë ai bëri luftë madhe për ta bërë, por nuk në atë kohë pavarësia e Shqipërisë ishte njohur edhe ndërkombëtarisht. Nuk mund ta bënte. E dyta, të vëmë njerëzit tanë në krye dhe luftojmë për të vënë me Esad Pashën, bënë ato marrëveshjet e tjera. Dhe e treta, që ka qenë më e gjata dhe ka qenë më e gjatë se sa ai ka qenë që gjithmonë të përpiqemi ta marrim Shqipërinë dobët. Nëpërmjet njerëzve që të infiltrojmë do kemi. Kështu që teorikisht absolutisht ata ishin të interesuar të kishin rrjet sekret. Tani këtu më gazuar përsëri se mua ndel unë s'le njëri pa e pyetur këtë. Jo, pyet s'ka problem. Jo, këtë që në 92-shin në parlamentin serb, madje Aero Lima më tha këtu që është nga ata që ka dëgjuar vet live atje se kishte mundësi teknologjike që Shesheli tha ku janë $20 milion që i kemi dhënë për destabilizimin e Shqipërisë dhe Miloševiću u qua tha jafa, shërë si shkatëndisë Shqipëria, tha, kanë shkatruar fabrika uzina dhe furat e bukës. Këtë ma ka konfirmuar dhe Sali Berisha në intervistë. Kjo e provon atë që thash unë, që synimi atyre ishte vazhdimisht i dobët. Tani ti do dhe ne konfirmon dhe ti këtë? Po, absolutisht po. Janë përpjekur gjithmonë që ta marrin të dobët Shqipërinë. Ka shumë agent tu të bësë këtu në Shqipëri më? Nuk ka nevojë me pas shumë, po ti kesh në pozicion e ky që s'ke që do shumë. Mjafton të kesh pak e saktë. Nuk të duhet ty një bari që është në kufi me hasin. Ako se nuk bë punë, edhe ai bariu mund t'i bëj punë atij sepse mund të jetë ndërlidhësi, merr letër këtu, pakon këtu e çon atje. Po të bëj pyetje të tilla ndryshe, po pyes njeriu kompetent që edhe ke studiuar dhe ke punuar, po veçanërisht më e rëndësishme është që i ke studimet e tua, nga studimet. Ka Shqipëria shtetar, ka pasur Shqipëria shtetar që ka qenë pjesë e shërbimit UDB-s dhe e ka dëmtuar këtë vend? Shiko, unë
nuk kam lexuar dokumenta autentike që të thotë që të provohet kjo. Po janë akuzuar këtu, shumë grupe janë akuzuar që kanë patur lidhje direkt ose indirekt. Po unë nuk mund ta konfirmoj. Në cilën periudhë? Po në periudhën e komunizmit. Po të flas, por në periudhën grupet që janë ashtu gjithmonë ja kanë nxjerrë një lidhje me këtë, një lidhje me atë. Unë po them ka pas në nivele shumë të larta që kanë qenë, domethënë, jo me UDB-n e periudhës pas luftës, po ka qenë me UDB-n e para luftës, në thojza. Kanë patur lidhje. Po shtetarë të nivelit ministra? Mund të them edhe më lart. Kryeministër? Nuk po konfirmoj, po kanë patur dhe... Se më lartë se ministra kryeministri? Dhe kanë patur dhe kanë jetuar atje në kohën që i përndiqte Zogu, jenë kthy këtu... Po atje ka qenë... Nuk e di kush ka qenë, po... Axhilli ka qenë president? Nuk e di kush ka qenë, po janë përdorur si metodologji, domethënë. Më lartë se ministra po, s'ka vetëm kryeministri, ka dhe president. Pra ka patur, por që shiko tash, për të mbjetuar në atë kohë edhe mund të kërkojë stërhim në Jugosllavi. Mund të kërkojë stërhim. Do ju e konfirmoni këtë që Axhilleshi ka qenë i UDB-s? Thash unë. E gjova që përmenda unë Axhilleshin? Jo, e thash unë. Jo, thash më lartë se ministër. Konfirmojeni ju? Jo, më lartë se ministër i bie kryeministër. Se Enver Hoxha dhe një pjesë e këtyre kanë qenë, një pjesë në një nga këta kanë qenë, domethënë, ka patur po ky Pashiqi përdori një shprehje. Kryeministri i Jugosllavisë. I Jugosllavisë, sepse ata Ahmet Zogun e rekrutuan. E rekrutuan shërbimet e tyre, kanë rekrutuar në moshë të re. Që ndajti 6 muaj. Jo, në moshë të re. Ka qenë agenti UDB-s? Absolutisht, ka. Unë me. Do ka dokumente? Jo i UDB-s. Po i kujt? Bëhet fjalë për. Se UDB-ja është më. Pra, shërbimi sekret jugosllav. Ai ishte në një moshë fare të re, 7-18 vjeç. Dhe zona e Matit ka qenë një zonë e pushtuar edhe nga serbët në ato invazionet midis dy luftave botërore. Dhe ka qenë një i shërbimit të inteligjencës ushtarake që ishte një oficer i atashuar aty, një autor e ka nxjerrë edhe me emër kush ishte ai që e ka rekrutuar. Dhe e kanë rekrutuar pa u bë. Pa kaluar në këtë nivel. Pa patur karrierën ministër, kryeministër, ministri i brendshëm, kryeministër. Kurse ai tregoi burrëri, domethënë, ai ka ishte shumë pragmatist. Ai i përdori ta sa ju deshme për t'i përdor. Ndenti 6 muaj atje. Dhe ka një shprehje të fortë, po ky Pashiqi thotë, Zogun është kollaj ta rekrutosh, po është vështirë ta mbash. Kryeministri i Jugosllavisë. Po. Nikola Pashiq. Po. Kështu është shprehur. Si edhe një herë? Është Ahmet Zogun, është vështirë ta rekrutosh, është lehtë ta rekrutosh, vështirë ta mbash. Dhe Zogu i bëri, pra Zogu tash i quaj i rekrutuar, i pa rekrutuar, ai shërbeu një qëllim të caktuar, në fund fare dha kontributin në ndërtimin e shtetit shqiptar. Aty i tha mirëpash, u lidh me italianët pastaj nuk e hapën. Dhe po është shumë interesante sepse është një autor që i ka një diplomat në atë kohë i këtyre strukturave të Jugosllavisë të para luftës dytë botërore. Tani një pyetje kam unë zoti Shala. Ore, si s'ka një shqiptar të dënuar si pjesë që është vënë funksion të shërbimeve të huaja? Ka shumë. Mas 90-s? Mas 90-s, jo. Po, shiko. Po mas 90-s themo se në atë kohë i bëdhe Enveri. Mas 90-s. A tha Enveri ju sigurim se nuk keni gjetur atje, ka gjetur partia. Mas 90-s nuk është se nuk janë zbërthyer. Ore, s'ka një të dënuar. Nuk ja vlen me dënu. Jo, a i konfirmoni këtë? Po, nuk ja vlen. Do nuk ka një shqiptar i dënuar? Shiko, dënimi tash është 5 vjet. Kur rase kështu shkon, pra, se ka, nuk është do në Amerika... Shiko, Amerika e dënoj me vdekje Çiftin Rosenberg. Po ishe Amerika e luftës ftoftë, nuk është, kanë ndryshuar gjërat tash është. Dhe këtu ai mund t'japi një informacion dhe penalizohet thjesht për atë një informacioni. Nuk them se nuk janë zbërthyer, këtë po janë zbërthyer. Absolutisht, këtë po flas edhe nga kështu tha dhe zoti Berisha që këta të Sheshelit janë zbërthyer, tha këtu tha dhe madje janë dënuar, tha. Nuk e di për atë që ka thënë zoti Berisha, po them nga përvoja ime me sa di unë, janë zbërthyer dhe nuk kemi pas interes me qenë për burgje. Do të nuk është arrestuar askush, zoti. Të paktën në këndvështrimin tim unë nuk e di. Por rastet që unë kam nuk është dënuar askush. Nuk është dënuar, por janë përdor kundër atyre që dashin na e fusin ne.
Do të thënë si shqiptar i dënuar nga shërbimet, i dënuar për shkak të lidhjeve me shërbimet e huaj dhe në dëm të Shqipërisë. Dhe e fundit për këtë çështjen e sigurimit, ajo Xhevdet Mustafës mund ta quajmë tani të zbardhur sepse ka disa kështu elemente aty që mund të, do të vazhdojnë të ketë variante dhe versione të ndryshme. Për çfarë për shembull? Për shembull, zoti Lima i tha që është bërë një skem kundër Kadrias Biut nga ekurani i saj, ministri i brendshëm i asaj kohe, dhe gjithçka ishte e habitshme sepse nuk ka të hedhur nga i shërbimi huaj njëri që të kalonte me tren do vinte, atë e thatë saktë ai. Me tren ai tha do vinte të vrisen me Roxhën tha. Ai që vjen për të marrë me Roxhën nuk vinte me tren tha. Kush ka ardhur me tren, fal? Xhevdet Mustafa. Erdhi me varg, pastaj me tren. Po, Xhevdet Mustafa, shikoj, duhet të flasim realisht. Xhevdet Mustafa ishte një antikomunist i bindur që donte luftonte për përmbysjen e regjimit në Shqipëri. Të duhet t'i japim hakun atij. Dhe ai ishte gati të sakrifikonte edhe jetën e vet për ta arritur këtë qëllim. Po. Dhe ai shërbimi që e mbështeste, bëhet fjalë CIA, por bëhet fjalë edhe për shërbimit italiane. Po, edhe shërbimit italiane, që e mbështesin, krijuan grupin, pse ta thashun ty pasaj që sigurimi ka vepruar jashtë. Dhe në këtë grup u përfshi dhe dikush që ishte pjesë e shërbimit dhe ishte dërguar me detyra jashtë. Ishte dërguar në Zelandën e Re. Dhe u kriju grupi. Dhe synimi ishte sepse ata edhe duke mos e njoh shumë situatën në Shqipëri mendonin që është kollaj me ardhmë me vra udhëheqësin ose me bodike. E kupton? Dhe ata sigurimi e dinte unë në atë kohë kam qenë student, sa kisha shku në vit parë. Ishe student? Student. Dhe ne që ishim student e dishim që po pritet të më ardhë një band. Qa thua? Po, edhe ne që ishim student e dinim. Ua? Që po qarkullonin fjalë, dinte gjithmonë miletit që po pritet të më ardhë një band sepse lëvizshim forcat në zonën e Durrësit, në zonën e Lushnjës, pra di zona. Ua. Pra, qa sekreti kishte këtu tash? S'kisha asnjë sekret. Jo, faktikisht dini ju si studenta. Po, si studenta, pas edhe mua më ka bërë shumë përshtypje kjo. Më vonë jam njoh, i kam studiuar gjithë. I ke lexuar dosjet? Absolutisht, gjitha dosjet i kam studiuar në nivele studimore, kam studiuar në këto paktën këto që kanë qenë arkiv të Ministrisë Brendshme kur unë vazhdoja. Dhe i kam studiuar dhe ata hapi parë, domethënë hapi parë ishte gabimi në zbritje. Vendi ishte llogarit në Durrës ku ai kishte pikën e kontaktit ose më saktë ishte edhe një në zonën e një hidrovor në zonën e Qerretit, ka qenë dikur aty dhe ishte dikush nga kontakti që mund të prisë, ata u çorin turn për jo busulla, jo kjo, jo ose mund të ishte sabotimi nga brenda dhe dulën në Divjak. Në Divjak dihet që vran shefin e policisë, i cili kishte dalë me detyrë, normalisht kishte dalë në Bregdeti, që nuk përbën asnjë gjë, domethënë. Tjetër gjë që edhe ai këto informacion që i dija, unë si student duhet i dinte edhe ai. Po pra, kur dihet ti student Iran, po ai atje. Po pra duhet i dinte edhe që aty gjithçka pastaj ta morën peng njërin, morën peng tjetrin, më të fortën një djalë nga fshati im, po. Alemet Kollosi, ai Munc, martohej atë dite. Atë dite. Pse ditë diel ishte? Po siç duket, ditë diel do të ishte. Ditë diel do të qenë dhe merrte nusën nga ajo zonë atje. Dhe Xhevdeti kishte marrë peng një atë policin që e mori me vete etj dhe kur arriti që do dilën rrugë i doli këtij përpara me taksi. Taksin me nuse. Po ky djalë shumë i fuqishëm dhe edhe doli edhe siç ma shpjegon vetë ky. Ka treguar ty? Po. Siç më thot, ky thot që e bllokoi taksin dhe tha më duhet taksia, jam oficer sigurimit sepse kanë vrarë Enver Hoxhën. Edhe tha në shtangëm tha mori taksin ai iku. Unë me nusën ngela ngam. Ua, sa e bukur kjo. Paktën po fatmirësisht ai nuk rezistoi. Po se ç'e mund do thë? Mund ta kisha vrarë në vend. E kisha vrarë? Absolutisht po. Absolutisht po, mund ta kisha vrarë në vend. Atë edhe nusën ndoshta.
Po nëse mbase me gratë smere, mbase po të paktën këtë që rezistoi edhe mund ta kishte vrarë. Sikur që 2 metra djalë. Ky do të thonë nuk bëri asnjë rezistent. Nuk i bëri sepse i tha që Po nuk se ishte me vello aty. Po patjetër më taksia. Kishte marrë taksin. Po taksin më mori taksin e këtyre. Wow. E kupton. Pastaj ata i diet, pastaj u çorganizu, shkoi uli, shkoi në u mbeti ka ajo shtëpia, mënyrë se si organizuat atje, rrethimi etj, shkoi Blindi që do ta shunte me gjithë shtëpi. Pra u dogj ajo filmi aty dhe ai që ai eksponenti që ishi infiltruar, ai doli dëshmitar dhe mund të jetë edhe kjo, domethënë u përdor edhe si dëshmitar sepse siç thanë ata në atë kohë, unë këto nuk i kam të lexuar, po siç thanë që ai kërkoi të dorëzojë, kërkoi takim me Kadri Zbiun, kështu fol, domethënë, nuk e di, unë paktën ato që i di, ato që them, po them kështu, dhe u akuzu pastaj, dhe u lirua dhe iku në punën e vet pastaj, masi moroi gjykimi, iku. Okej, do kemi ndërprerje publicitare, kthehemi sërish për çështjen e UÇK-s në krerët e saj janë në Hag. Publicitet. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, kthehemi në studio. Faleminderit edhe një herë Institucionit Monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin e kalon këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Zoti Shala, unë nuk kënaqem shumë me këto shpjegime dhe këto histori që janë pjesë e studimeve të tua. Por kemi një çështje tani kombëtare që është shumë e diskutueshme. Krerët më të rëndësishëm, më të lartë ushtrisë qëllimtare të Kosovës ndodhen në Hag. Është gjyqi më i pakuptimt dhe është një njollë e zezë edhe në historinë e Hagës edhe të historisë së drejtësisë ndërkombëtare. Unë e them shpesh që vetëm për 6 milion të vrarë nga nazizmi, që hebrej, dhe për 50 milion të vrarë në të gjithë botën nga nazizmi, që shkaktoi luftën e dytë botërore, kishim vetëm 12 eksponent të nazist në gjyqin e Nurembergut. Populli kosovar, që mbroi trojt e veta nga ai genocid, ka atje 4-5, sepse ka qenë edhe një person përpara, krerët më të lartë të UÇK-s. Ndjekim foton e parë dhe dua një koment. Ja, kemi 4 drejtuesit e lartë të UÇK-s që më pas i qenë dhe politikanët e lartë, zoti Thaçi ka qenë president, kryeministër president, por edhe 3 funksionarët e tjerë, kryetari i kuvendit. Tani si ka mundsi, çfarë ndodh? Ju e përmendën pak që edhe institucionet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kanë filluar të çdojnë, kanë ato problemet e tyre. Si ka mundsi që këta që mbrojtën popullin janë sot atje dhe ata që e bën ata Shko, nga mënyra se si u fillua dhe se si përfundoi është një tragjedi e vërtet. Gjykata e Hagës, ka quhet gjykata e Hagës o gjykata e Kosovës? Është gjykata e Kosovës. Është në rasti gjykata e Kosovës? Po, është ngrit me ligj nga Parlamenti i Kosovës. Në parlamentit. Është gjykata e Kosovës, por gjykon në Hagë. Për vendodhje. Gjykimi atje janë ndërkombëtar, nuk janë kosovar. Është gjykata që vepron në bazë legjislacionit të Kosovës. Po. Dhe ka personel ndërkombëtar. Dhe kjo është e keqja pastaj. Çfarë ndodhi? Është rasti në të drejtën ndërkombëtare, po, është rasti i vetëm, nuk ka rast të dytë kur një gjykat ngrihet nga një shtet dhe operon një shtet tjetër. Operon në një shtet tjetër. Por nuk ka rast. Nuk është gjykatë ndërkombëtare. Është gjykatë shqiptare me legjislacion. Gjykatë shqiptare nuk është ajo se ata janë. Është gjykatë shqiptare. Asnjë nuk është shqiptar atje. Nuk ka, është me personel ndërkombëtar. Po. Gjykata vepron në bazë të ligjeve të Kosovës. Po.
Pra ne po të themun ty, sepse është një akt themelimi në Kosovë. Dhe pra ne po të themun ty që në atë kohë i vetmi që e kundërshtoi këtë, ka qenë Albin Kurti. Që mos e krijoni. Do të dëni vetë. Ja u tha këtë. Unë kam 100 rezerva tjera për pas, por udhëheqja e UÇK-s, normalisht ish udhëheqja e UÇK-s, tashmë ishin gjithë shtetarë. Po, ishte dhe Mërkuri Hashim Thaqin kanë luftuar shumë për ngritjen e kësaj gjykate me konsulencë ndërkombëtare. Dhe në atë kohë u arrit, unë kam ndjek situatën shumë edhe në atë kohë. Ashtu dhe u arrit, domethënë synimi këmbgulja amerikane më saktë. Ishte që ju duhet ta ngreni se s'bën se është më mirë të ngrihet nga institucionet e Kosovës, sepse të ngrihet me rezolut Këshillit të Sigurimit. Sepse kishte rrezik të ngrihet me rezolut Këshillit të Sigurimit. Çfarë do thoshte kjo? Kjo atëherë do ishte pak a shumë si këto gjykatat e Nurembergu, si këto gjykatat e tjera që ndërkombëtare me status, si gjykata penale për krimin në Jugosllavi. Po? Që është posaçërisht. Po, për gjykatat e posaçme. Dhe ajo do jetë ishte më keqe? Shumë më keqe. Po pse më keqe? Ajo do dënonte ata agresorin, jo viktimën. Shqiptarët u mashtruan. Udhëheqja u mashrua. Ishte udhëheqja UÇK-s u mashrua. Duke pasur besim të madh edhe tek amerikanë, po edhe besim të madh tek faktori ndërkombëtar, dhe synimi në fillim ishte që kjo gjykatë do të ishte e paanshme. Por në momentin që u krijua me ligj, pra dhe filloi vrimtarin, këtu fillon gjithë problemi. Dhe menjëherë kjo gjykatë u infiltrua nga inteligjenca ruse dhe inteligjenca serbe. Prit këtu tani. Se kjo nuk mund të kaloj kështu me një fjali. Ma shpjego këtë, si gjykata që ka arrestuar dhe ka në proces krerë të UÇK-s është në ndikimin e inteligjencës ruse dhe serbe. Absolut, nuk diskutohet fare. Nuk diskutohet, domethënë. Si filloi objekti punës kësaj gjykate? Domethënë, nuk që nga gjykata e Kosovës, as ndërkombëtare, që nga gjykata ruse. Në thelb është serbe. Kjo është gjykatë serbe. Në thelb edhe kështu do dalë. Ja më se do dalin vendimet, do dalin provat. Se si parashikon vendimet? Sido që tjetë vendimi, 3 qerek të dënimit këtyre janë me prova serbe, të inteligjencës serbe. Pra, prokurori serb për krime lufte, Vukčević, me sa mbaj menun e ka, prokurori serb për krime lufte, i ka vënë në dispozicion gjyqtarëve, prokurorëve të kësaj gjykate, i ka vënë në dispozicion të gjithë materialet për dënimin e këtyre. Bile, adise pa ta konstatuar në fillim unë të Landi, unë kam shkruajtur shumë në atë kohë edhe para të edhe pa e që u quajtur Shtëpia Verdhë. Po, në matë. Po të gjenë artikullin tim dhe ishe një kombinacion perfekt i inteligjencës ruse me inteligjencën serbe për ta detyruar perëndimin, pra nëpërmjet Dick Martit që e përdorën dhe në fund deshën ta vrisnin. E diti që shërbimi inteligjencë serb deshi ta vrisë Dick Martin? Po, u zbulu komploti. Inteligjenca zviceriane zbuloi komplotin dhe i goditi ata. Dhe çfarë donte? Donin ta vrisnin Dick Martin dhe fajti ngjelej Hashim Thaqit dhe këtyre. Po, për shpinë e verë. Jo për shpinë e verë, për gjykatën raportin, sepse tash një gjykatë ngrihet me objekt për rastin për një rast, pra ka patur krimi lufte, ka patur janë bërë operacione trafik organesh dhe në fund asnjë nga ato nuk përmendet në akuza. Dhe çfarë ndodh? Në momentin që këta prokurorë që u punësuan aty, ka një sër prokurorësh, gjyqtarësh, gjitha, ku do t'i gjenin faktet kur s'kishin? Të tërë ranë kontakt me inteligjencën serbe. Dhe kjo është e provuar. Tash kanë deklaruar në gjyq një pjesë këtyre që janë thërritur. Amerika që ndikoi në Amerika ndikoi deri këtu. Ku është? Amerika ndikoi deri iku Amerika. Si na la? Na tradhtoi? Po, jo na tradhtoi ne. Po çfarë bëri? Në rastin e gjykatës u ngrit gjykata, synimi ishte që gjykata Po pastaj gjykata të vazhdonte dhe një prokuror amerikan që ishte, që për të mos dështuar vetë, ai prokurori që donte të fusë në burg edhe presidentin Trump. Pritë Jack, se s'po më vjen tani. Ai prokurori amerikan. Të tërë provat i kanë marrë nga inteligjenca serbe. Të tërë. I kanë prova, dëshmitar, përgjimet, të gjitha janë marrë nga dëshmitarët janë përcaktuar që duhet të rrisnin filan. Shikoj, inteligjenca serbe ka vepruar edhe në Kosovë shumë. Dhe gjithçka ndodhi dhe kjo në farë mënyre
keq ta bënin këtë gjykat dhe keq mos të bënin. Por këtu në fillim këta duhet ta kuptoshin qartë. Duhet të veshin kufizimet e duara dhe në një moment caktuar këta mund ta zhbënin gjykatën. Mblidhej Parlamenti i Kosovës dhe e zhbënte gjykatën. Po këtë thotë, a mund të hidhet po shkylish? Absolutisht po. A bën. Po sepse kush ta bënin? Po tani Albin Kurti e ka ndor. Gjysma i donin burg këta. Edhe kanë shokët e vet. Mirë kjo. Ndryshe, mirë Albin Kurti sot, se zgjidhja kjo është, mbledhi parlamentin edhe ta zhbëj atë ligj. Nuk e bëjnë sepse do ketë reagim ndërkombëtar. Prit mos e po ai marrëdhëniet me Amerikën i ka cop. Mos e gjykoni, do të shohim vendimet e drejtësisë. Kështu do thonë ata. Tani një pyetje kam unë, si e parashikon ti gjyqin, vendimin e gjyqit dhe përpara kësaj dëshmia e James Rubin, ç'është ndikimi do ketë? Unë po të them që dëshmia e James Rubinit është thelbësore. Është thelbësore sepse ajo rrëzon dy gjëra. Po? Rrëzon e para që kjo kupol ishte ushtria qeverimtare e Kosovës ishte si t'ishe një ushtri siç pretendojnë në gjykim që ishte një ushtri që mund të kishte 40 vjet eksperiencë, që kishte gazerma, që kishte gjithë, pra ishte një ushtri që kishte zinxhir komandimi perfekt, gjë që nuk ishte vërtet. Po? Këtë dëshmoj edhe para, edhe e dyta që duke dëshmuar këtë, dhe e dyta që kjo ishte një organizatë kriminale. Këto të dyja në dëshminë e tij ranë. Jo dhe poshtë gjitha. Çfarë, ai përdorin, aty dolën po ta kesh parasysh sepse me një rast nga këto unë kam qenë edhe protagonist. Ai tha që CIA në atë kohë mori detyrë që duhet verifikonte që kjo UÇK-ja, sepse e diti që është e Bashkuar të Amerikës në fillim UÇK-n e quajtur terrorist, sepse Serbia pa të punu shumë. Serbia punojnë ata, nuk lodhen. Ata punojnë pa pushim. Ne merrem me njëri tjetrin. Dhe CIA u investua për të verifikuar pretendimet serbe dhe në shërbim tjetër që i mershin nga serbët. Nëse kjo strukturë është e lidhur me trafikun e drogës, nëse kjo strukturë sidomos ka financim nga iranianët, nëse kjo strukturë ka infiltrime nga islamikët. Po? Të paktën edhe raporti kësaj me LDK-n, në kohë me Ibrahim Rugovën. Nuk rezultoi. Një autoritet shumë i lartë i CIA-s, kur them shumë i lartë, ishte në nivelin e Euroazis, vjen merr kontakt edhe në shërbimin sekret shqiptar. Në vitin diçka 98, nuk më kujtohet më shumë, po di që ka qenë ftoft, ka qenë dimër. Unë në atë kohë isha shef në drejtor në Elbasan dhe për shkak të origjinës time unë kisha goxha kontakte me këtë strukturë që ishte krijuar me UÇK-n. Po? Kisha disa kontakte të mia. Dhe synimi im në atë kohë ishte dhe vetë shqiptari i Kosovës. Synimi im ishte në atë kohë që unë të furnizoja shërbimin me informacion të dorës parë në mënyrë që edhe më mend kam folë edhe me shefat kryesorë aty që oso do kur po iku dhe ky rast dhe nuk e mbështetem Kosovën, unë kisha parasysh eksperiencën e sigurimit që e stërviti dhe nuk vepruan as i ditë. Dhe thash, oso do kur ne do të bëjmë çmos që ta mbështesim sepse do përsekutohen, do bëjnë atë që kanë bërë, që dinë bëjnë më mirë serbët. Kur erdhi ky autoriteti shumë i lartë në shërbim, është njoh me këto. Ndër me tjera dhe ai kërkoi takim me mua direkt. Po, personalisht du të takoj nën kolonel isha në të kohë, Shalen. Edhe më vej në ndjeni mu, thash, që, me thonë drejten, që pun ka me mu, thash, Allah. Edhe... Në 98-ën ka? Në 98-ën duhet jetë ta them në kohën, do ketë 20 minuta takim, cila është tema, 1, 2, 3, këto që Rubio i nxorri në James Rubin i nxorri në dëshminë e tij. Në dëshminë e tij në Hag. Pra, çka ka verifikuar CIA. Erdha i burri botës,
Gjithaj shoqëroheshin një 4-5 nga ato forestratat që i fillojnë këtu e maronin 8 metra. Si që kanë Amerikanë gjë kështu të madhe. Dhe erdhe dhe hyshin ka të zyrat tona që aty zënë me zori i fjatë. Zyrë kishim në të kohë shpinë e Shëfshet Vërlacit. Wow. Më vonë në Elbasan. Shpinë e Shëfshet Vërlacit? Po, i shpinë, që ishe... Ju këthy pasaj... Se ai ka pasur të thuar kala shtet brenda shtetit? Jo në kala, ishe shtëpia pionerëve që i thoshin dikur. Jo, kala do të kishte bërë një murë rrethuse. Ai ishte shtet brenda shtetit. Dhe u hapën sy gjithë sepse ishe mund ngjit me kafën me kineman. Nese u bën këto biseda. Unë kam dhënë dëshminë time, jam intervistuar. Jam intervistuar. Çfarë mendimi ke për këtë? Çfarë mendimi ke për gjitha këto çështje? Të pyeti konkretisht për raporte për drogën, për këto? Për gjitha. Dhe si ishte përgjigjja juaj? Po përgjigjja ishte që këto janë shpifje serbe gjitha. Bravo. Janë të gjitha serbe. Dhe ku erdhi puna për infiltrimet edhe nga islamike dhe nga këto, kjo i intereson atyre. Bile më meni kam thënë një shprehje kështu. Nëse ju nuk do ta mbështetni edhe këtë herë, nuk është një çudi që të vinë edhe islamike ta mbështesin. Me të thënë drejtën, do sham ja fut pak frikën. Dhe këtë shprehje kam përdor. Nuk po them tjetër se vum edhe një bast me atë bile. Edhe unë fola... Kush e fitoi? Basti kush e fitoi? Asjani. Dhe unë... Do në një farë mënyre ke dhënë dhe ti dëshmi për CIA? I thash, po CIA, po aty ishin gjithë shërbimi, elita ishin disa profesues të shërbimit sekret shqiptar. Ishin zyrtare, se unë jo me CIA, po mas mën s'marr kontakt nëse nuk më lejon pozicioni zyrtar. Patjetër. Ashtu, dhe aty unë thash, do flas për gjë, thash unë do flas, unë jam vetëm me origjinë kosovar tash dhe unë do flas si kosovar tash, nuk do flas më si shef i shërbimit, me çliruj çik edhe këta nga kjo ndjenja. Edhe ata një skuqi, një zverdhe, hyna drejt, bam. Dhe kam përdor një shprehje e tillë, Landi, se përdor për herë të parë. I thash, po ja, tha, ne në fund, ja, ne do t'i shohim këto gjëra, po nuk është se kemi në dorë, ne. Ju si keni në dorë, ju kur doni për 24 orë zoni qeveri, kam thonë, shprehimi është kështu. Ai, u çun kam, pastaj ka pikësho dhe tha, që ke djali sinqert. Atër u shkriva dhe unë. Dhe këto më pas që në pas, nuk e di sa ka zgjatë, duket ata i kopsitën, unë mund të isha njëri nga intervjuar, mund të ishin, nuk e di sa, po unë pak të isha nga kryesorët që kisha informuar shërbimin tonë që shikon ne duhet merremi me këtë çështje dhe linjat funksionojnë kështu, sepse nuk e dishin sakt mënyrën, sepse shumë hiqeshin shumë çka. Po të bëjmë pyetje, nëse të thrasit ty si dëshmitar në Hag, do të dëshmoje? Çfarë do dëshmoje? Patjetër do dëshmoje. Unë kam shumë për të dëshmuar, po vëmëtaria në atë kohë jo të gjitha se mund të kthesh edhe i akuzuar, jo vetëm dëshmim. E kupton? Fesh akuzuar. Ne kemi akuzuar ti për mbrojtjen e popullit të Kosovës. Ne pikërisht. Ti ishe i Kosovës. Unë kam thënë që do mbroj fisin tim, mbroj familjen time, mbroj gjitha. Ti do doje të dëshmoje? Shi thoshe këto të gjitha? Absolutisht që po të mi kërkoshin do t'i thoja. Se Fatos Klosi do jetë dëshmitari, i avokat, po do jetë dëshmitar. Po normal. Edhe nuk është një çudi që Fatos Klosi ta dëshmojë këtë, që po jo, ka thënë vetë edhe këtu në këtë studio, në këtë e ka thënë që do në këtë televizion e ka thënë. Din edhe shumë se sigurisht ka qenë shërbim. Po jo, po flas që dhe si rrodhën ngjarjet Amerika përfundimisht krijoi idenë e saktë çfarë ashtu që këja. Dhe nuk ka zgjatur, nuk e di sa kohë ka zgjatur, por u bë një takim një nga ato në kohë që u quajt Richard Holbrooke. Po. Ai që shkoi atje. Vajti në Lunik. Po. Dhe bëri një takim. Aty pas u përmbys. Kaq ishte filmi. Kaq ishte. Foto tjetër? Nëna është im thaqit, shika sa qa bluzë e bukur. Gjithë krerët e UÇK-s që janë Hag. Qa simbolike. Po, kjo vujtin në kohë të luftës edhe po vunë edhe në kohë të demokracisë, domethënë. Dhe kjo është vujtja më e madhe është tashi, jo atëherë. Se atëherë kjo ka qenë e qartë se çfarë rrugë ka filluar Hashimi, por që mund të jepte edhe jetën, po të bësh gjithë ato sakrifica dhe në fund të përfundosh si akuzuar, kjo është pastaj më bën përshtypje edhe Shqiponja. Po thuaj se gjysmë e Shqipërisë është koka e Skënderbeu. Po, është tjetër kompozim. Tani
Kjo është faqja e parë e gazetës Koha Jon, 25 mars. 24 mars ishte sulmi i NATO-s mbi Serbinë. 100 raketa mbi Serbinë. Po, atëherë që ne habitshëm, domethënë më men atë në shërbim, nuk u bë një mbledhje urgjente, do filloi sulmi sonte kështu. E dinin përpara ju apo? Po, na u tha. Përpara. Na u tha që. Çfarë datë? Na u tha që do filloi sulmi mbi Serbinë. Po jo, sa ditë para kanë fjalë. Po, nuk diskutojmë, diskutojmë me orë. Ose me minuta. Nuk diskutohet sepse edhe ne do. Po këta ndjenim ne me orë ne gazetarët dinim. Jo, nuk kam pse, unë po them çfarë di në të vërtetë. Zyrtare. Dhe unë atko rria në Elbasan dhe çdo natë në darkë ne shifshim nga balkoni avionet që kalonin. Avionet ishin nga Italia? Nga Italia ose këtej nga Kreta, nga diku këtej, po avionet bombardues, e kupton, avionet bombardues. Çdo natë ishte ora se bombardimet kanë vazhduar 78 ditë. 78 ditë, po. 78 ditë. Dhe çdo darkë dhe vetëm natën. Dhe vetëm natën dhe rezultatet ishin ato që ishin, që e detyruan atë të gjynjëzohej. Ke shkrim. Mosh, shiko, ata e shtrin, po edhe ata ishin përgatitur për atë ditë. Dhe ishin përgatitur ata? Ishin përgatitur dhe ata nuk i tremi, domethënë, bombardimi luajti rol të rëndësishëm. Është ajo që quhet goditja e qendrës së rëndesës këtyre objektet kryesore, vendimarrëse e tjera, televizionit. Televizion shtetëror. Po, edhe në Kosovë, edhe në Beograd. Dhe ajo luajti ideja pastaj, sepse shtatet askush se kishte llogaritë që mund të vazhdonin në fushatë 78 ditë. Po, gjatë. Shumë gjatë është. Dhe u hodhën në tavolinë planet për ndërhyrje toksore. Në fakt një vend quhet i çliruar ose i pushtuar kur hyn këmbë ushtar. Vetëm me bombardime, kaq. Dhe kjo, dhe mbasi ata u bindën që do të shkojë këtu dhe që edhe një presion pastaj që i lanë në baltë edhe rusët, i thanë fund që ne dhe këtu e patëm. Dhe Rusia ishte cëpcëp. Po, ishte edhe aty desh të pushtoj aeroportin e Prishtinës. Me atë gjendje? Në atë gjendje. Foto tjetër? Dhe më është dash mu për ta vazhduar, unë në atë kohë erdha nga drejtori i shërbimit informativ të Elbasanit, erdha drejtori i policisë kriminale në qershor. Dhe pas jo më shumë se sa një 2-3 javë, Kosova ishte çliruar, unë kisha ëndër të shkoja një herë në Kosovë. Ku shkove? Dhe unë vajtën e parë në Kosovë kam bërë si autoritet zyrtar. Domethënë, unë si drejtori i policisë kriminale mora gjithë shefat e sektorëve që kishim rreth 7-8 shefa sektorësh, një ekip i madh e do të bashkëpunonin me ata për luftën kundër krimit. Dhe kur kemi shkuar atje, do të ketë qenë nga Korriku ose nga Gushti. 99 gjithmonë. 99. Domethënë i bie pak pas çlirimin, qershor, 10 qershor u çliruar. Po, nga 25 qershor kanë filluar drejtor krimesh dhe ka qenë ose në Korriku ose në Gusht. Dhe më men kur ulshim në tavolinë e bisedimeve, unë kisha ekipin tim, këtu ishe një rus, një anglez, një amerikan, një gjerman, një greq. Rusët pastaj e panë mas disa muajsh, sepse është investimi madh mash, sepse secili vend duhet ta mante me buxhetin e vet ushtrinë që kishte atje. Edhe rusët me pas u tërhoqën pastaj. U tërhoqën sepse shkoven po duhem në zonë të parë? Jo, atëherë nuk kam shkuar më vonë. Ke shkuar, te rrjet atje? Ke shkuar? Po, kam shkuar. I ke gjetur shtëpitë të gjitha? Po, shtëpitë ishin rrafshuar, mulliri ishte rrafshuar, po zonë alpine, ajo zona ku ishte, zonë shumë e bukur. Kam shkuar, me thënë drejtë, kam shkuar në dimër dhe ishte bora deri në brezë. Foto tjetër? Tani, koha e qëndrimit të kryeministrave të Kosovës në detyrë. Ashim tha që është më shumë, po ja merr Albin Kurti. Si e vlerësoni qeverinë e Kurtit, se e para qeveri që është kundër Amerikës, që ka prish marrëdhënien me Amerikën? Unë nuk them që qeveria e Kurtit ka synim me prish marrëdhënien me Amerikën. Po jo, ai i prishi. Nuk është se i ka prish, ne na interesojnë shumë marrëdhëniet e Kosovës me Amerikën, qeveritë vjen e vinë. Qeveritë vjen e vinë. Po Kosova s'ka prishur, s'ka prishur marrëdhëniet e veta. Bëhet fjalë për popullin e Kosovës dhe shtetin e Kosovës. Shiko, duhet të jemi në analizë objektive, puna që ka bërë qeveria Kurti për vendosjen e rendit të sigurisë
në Kosovë dhe në pjesën veriore është e pa konceptueshme. Landi, Po? do ta themi realitetin ashtu siç është e pa konceptueshme. Deri para se të vinte Kurti, nuk kaloi dot një forcë policore, nuk shkonte dot andej. Mitrovic. Dhe vendkalimin kufitar ata i pushtoshin sa herë doshin. Dhe është Po sot? Sot policia kontrollon gjithçka. Po mirë, kontrollon, po ti ke prishur edhe me Kosovën o Xhavit. Dora, kjo ishte një problem i madh, sepse edhe amerikanët dhe europianët donin që kjo të zgjidhej nëpërmjet bisedimeve. Nëse do lihesh të zgjidhej kjo punë me bisedime, do të ishte çik Një garancia e Kosovës ishte Amerika. Po, pra po. Me Amerikën ai ka shkatruar marrëdhëniet. Tani si? Nuk i ka shkatruar marrëdhëniet. Ja, i ka prish marrëdhëniet ai. Jo. Zoti Shtala. Tani këtu të kundërshtoj unë. Ai ishte i pari politikan. Unë nuk jam fare dakord me mënyrën se si po e menaxhon këtë situatë raportet ai. Nuk jam fare dakord. Atëherë këtë po jo atë tjetër. Në raport me sigurinë, po flas me raport me sigurinë. Po me sigurinë, tani ti e di që u bë një anketim, nuk e ka bë Kosova, ka bë Gallupi. Po? Por domthonjë që anketuar qytetarët e gjithë vendeve dhe Kosova dilte me mira për sigurinë në Europë dhe e treta në botë. E treta në botë një për sigurinë. Po vjen që ka këto probleme. Po. Se kjo, shiko, siguria është edhe perceptim. Është edhe perceptim. E kupton, e percepton kështu dhe qytetarët atje perceptojnë veten sigurt. Okej, foto tjetër. Ismail Kadare, UÇK-ja është dalëzotse e kombit. UÇK-ja u shfaq si shpëtimtare e kombit shqiptar. Me rolin e saj kolosal historik, UÇK-ja bën pjesë në historinë morale të kombit shqiptar. Thënie Lapidar. E pa diskutueshme. Kosova, UÇK-ja, pa UÇK-n Kosova do tha Wesley Clark, nuk do ishte kjo që është. Ata pse nuk ndryhim neve tha në Siri tha. Opozita ish opozita, do të se s'ka më tani asgjë atje. Profesionist opozitës tha Han Korosan tha në hotelet e Parisit tha. Ndërsa shqiptar tha erdhën tha nga gjithë anët e botës në Amerika dhe luftuan tha. Dhe ne prandaj mbështetëm tha. Dhe pranoj se fitojnë ata. Po pra. Po ne duke në Katar duke. Po UÇK-ja sot jetë bankën e të akuzuarve? Kjo është fatkeqësi e madhe, Landi, dhe sido që të vejë ai vendim gjykate, unë besoj që Rrezik Hashimi t'i ngeli në fund ajo nuk du të bëj atë, mund t'i ngelet në fund ajo pse ka komunikuar me dëshmitarët. I kanë bërë një akuzë. Do dënohen e parashikon? Me kështu si po shkojnë provat, domethënë provat është një përmbysje e madhe. Është një përmbysje e madhe. Shiko, pora kjo që dëshmitë kryesore po rrëzojnë, pora që UÇK-ja ishte hierarkike klasike, po? Pra zinxhiri komandues funksionon në rregull, që s'është e vërtet, sepse Hashimi nuk ishte pse ikte nga Rambujeja, vinte në Shqipëri, mali dilte më tanë të konsultohej me komandantët vendor dhe të shkonte prapë të firmoste. Po ti ishe vendoste vetë, të është kështu si themun edhe u kry puna. Foto tjetër? Shikon. Kjo është e pike. Tani, a ka provë më të fortë se sa kjo, se që ka ndodhur? A ka provë kjo? Kjo është një nga miliona provë. Me këte duhet merresh gjykata dhe kur është ndërtuar gjykata është ndërtuar për gjetë edhe këte kush është në krye turmës. Po? Pavarësisht mund të ketë drejtu turmën, me gjetë edhe këte kush është, me gjetë edhe ata që rrinë atje më qef në për dritarë atje, dhe që kërcënojnë njerëzit, kjo gjykat ishte bërë për krime lufte në Kosovë. Ora, që bon ata? Se punun ata matan, punun shumë dhe i thanë nga 98-a, do më thënë e kovizun në periudhë, veprimtarinë e gjykatës në periudhë 2 vjeçare. Jo më herët, se UÇK-ja ka datu më herët. Pra, synimi ishte që ata të dëmtoheshin sa më pak dhe në qendër të vijej shiko Landi. Vučići ka qenë ministër i propagandës i Miloševićit. Ka qenë Goebbelsi i Miloševićit. Si që Goebbelsi për Hitlerin, ka qenë dhe me atë që ka bo ai dhe marrë deklaratat e gjitha dhe ai mund t'ishe i akuzuar nga kjo gjykatë. Po jo është më thaqi.
Ore, leta akuzosh që në hashimin ata se s'kan që i bëshin, nuk kanë që i bëjnë më, po kështu si u bo, vetëm me hashimin edhe vetëm me këta dhe asnjë nga pala tjetër, kjo nuk ka sens ku të ri. Dhe për ne duhesh marrë një vendim për ta zhbërë atë. Besoj ne nuk kemi foto tjetër, po më bëshin nga rigjesi kemi foto tjetër. Tani, për ta mbyllur këtë bisedë shumë interesante, kishte përpjekje Trump për ta mbyllur luftën në Ukrainë, po s'arrit dot. Trump tha do ta mbyll për 24 orë. Por që gjithë dishim që ajo fjala e Trumpit është për konsum elektoral. Se nuk edhe me pas ndorë butonat, nuk e myll dot sepse do shkruan, do bën ca marrëveshje, do nënshkruan çfarë që i kalon 24 orëshin. Sigur ke marrë gjitha vendimet. Kështu që Trump ndoqi një stil. Trumpi ka vepruar si një geopolitikan i shekullit 19. Që në momentin që ai filloi do marrim Groenlandën, do marrim Panaman, do marrim këtu, ai dha oksigjen. I dha oksigjen, morën oksigjen këta liderët e egër, që nga Putini, që nga Xipingu, gjitha morën oksigjen këta. Domethënë këta e panë që rendi botëror shtymin e fundit po ja jep Trumpi. Ati rendi që kishin qenë Amerikën, duke menduar që do bëhet një rend tjetër, po do ketë po Amerikën, po nuk të lejnë më ata. Dhe çfarë Trumpi u përpoq të mande një pozicion e një albitri dhe me mënyrën e vet të komunikimit ai kështu veproi. Domethënë që i tha sus Ukrainës, edhe Rusisë e joshi Putinin disa herë, i ka dhënë disa herë shanse Putinit, ke parasysh lefdatat, se s'du t'i përmend këtu. Pra që Putini të ulin në tavolinën e bisedimit dhe të mbylli kjo, sepse Amerika do ta mbylli shpejt, se nuk e ka hallin ke Rusia, Amerika. Me Rusinë të le të merret Evropa. Amerika ka hallin te Kina, e ka hallin në zonën e Indo-Paqësorit. Atje është problemi, atje është jugu global. Jo, sa do zgjas lufta në Ukrainë, zoti Shalë. Lufta në Ukrainë mund të përfundoj vetëm këtë mënyrë. Si? Nuk është kollajt jam ta kthesh, domethënë tashmë që ai Putini orientoi gjithë industrinë në industri ushtarake, ai nuk do synoj, bila ai mund të synoj që të hapi një konflikt tjetër para se të mbyllet lufta në Ukrainë. Kur ta sigurojë edhe punën e Ukrainës, do synoj të hapi një konflikt tjetër sepse gjithë këta ushtarë që janë rekrutuar, gjithë ata ajo industri që punon për luftën, nesër ngelin gjithë pa punën dhe e përmysin Putinin. Kështu që ai duhet një luftë tjetër dhe ai po bëhet gati për këtë punë. Por nëse do ta bësh kjo punë bëhet vetëm kështu. Ajo Trumpi është mjeshtër që i njeh aspektet ekonomike. Duke qenë në bota biznesit i njeh këto. Vetëm një unison, një politike përbashkët e Shtetit Bashkuara dhe Europës, duke vendos sanksione jo vetëm ndaj Rusisë. Rusia është imune gati në sanksione. Ndaj vendeve të dyta dhe të treta, aktorëve të tjerë shtetëror dhe jo shtetëror që furnizohen nga Rusia. Veni sanksione Kinës, që mos marrim karburant, veni sanksione Indisë, që mos marrim në momentin që se këto janë indirekt financuesit e luftës. Sepse ata i marrin miliarda. Po po skuptova atë që avion dronët rus kaluan hapësirën ajrore të disa shteteve evropiane në kufi dhe s'ndodhi asgjë. Është shumë normale që Europën çështja e dronëve e zuri të papërgatitur. E zuri të papërgatitur. Bile që ta dishti aty hyn 19, Urzun 4, po kanë qenë nis 92 për të hyrë. 92 dronë dhe këtë ka deklaruar Zelenski. Këtë ka deklaruar Zelenski. Kanë qenë nis sot 92 dronë për të kaluar në Poloni dhe kaluan 19 pjesën tjetër e rrëzum ne thot. Nuk arritëm do t'i rrëzojmë gjithë. Po ky është sulm. O sulm, ata nuk ishin të armatosur si dronë. Më mirë ai ishte agresion. Ajo ishte, shiko, për mua e luti një rol pozitiv. Pse? E zgjoj. Testoj dhe e zgjoj, i tha këtyre që si jeni kërkun dhe menjëherë mas kësaj Europa punditesh ka marrë masat jashtëzakonshme. E para filloi atë masat kanë qenë në 3 nivele. E para në aspektin e legjislacionit ndërkombëtar dhe sigurisë ndërkombëtare, Estonia kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurimit dhe pa debat madh dhe u akuzua Rusia sidomos për avionet në Estoni, por edhe për këto të Polonisë. E dyta ishte në kuadrin e mbrojtjes kolektive, pra u kërkua mbledhja e aleancës për konsultim bazuar në nenin 4 të asaj, dhe aty ju bët qartë Rusisë që përveç nenit 4, nëse përsërisin do të aktivizojnë nenin 5, që neni 5 është gjithë blok kundër asaj. Dhe e treta që është nga më kryesorët, filloi operacioni Roja Lindore. Operacioni në thelb Roja Lindore është modeli një operacioni që
këta po të më përpara me rojën e Balltikut, kur po ta kish parasysh kur anijet gërmuan të thynë ose kaputën infrastrukturën kritike, ato kabllot e komunikimit e gjithë. Dhe në atë kohë u kryun këto shërbime me dron, me anije, me nëndece që patrullojnë dhe nuk ndodhi më. Këtë tashmë synimi është për krijimin e një atij që quhet mur dronesh. Çfarë do thotë mur dronesh? Do të thotë që jo mur, nuk është koncepti, është koncepti është me masa. Pra, ti të kesh radaret të fuqishëm, të kesh interceptimin, të kesh identifikimin, të kesh gjithë edhe të kesh edhe para se të vinë tek ty. Dhe ky mur dronesh, pra këto masa do të fillojnë nga deti i veriut dhe deri në disi mund duket që ne si Shqipëri domethënë jemi out fare. Kur ndodhi kjo me Poloninë, imagjino çfarë mund të bëjë këtu. Se edhe Polonia vendi antar i NATO-s. Po, Polonia, shiko Landi, a di ku çuj defektin më të madh këtyre unë? Se ka 30 milion banor Polonia, nuk është. Defekti më i madh është kjo. Inteligjenca e Ukrainës janë mjeshtra, me thënë drejtën. Dhe ata ç'a bën? Ke parasysh para disa muajsh, para 2-3 muajsh, ata bën ata invazionin me dron të armatosur kundër avionëve strategjik nëpërmjet spionazhit në Rusi. Dhe ata futën arritën ti pozicionojnë dronat atje ku duan dhe godin. Që në atë kohë NATO-ja duhet të kishte ngrit alarmin. Çdo aeroport duhet fillonte një krehje territori herë, sepse këtë metodë nga dulen dronet në Danimark. Nuk erdhën nga kufiri, janë ngrit brenda. Pra këtë stil, këtë modus operandi, e kanë përdorur rusët për t'i tregu këtyre, ose proxyt e rusëve, për t'i tregu këtyre që shikoni ne ja u bëjmë, sepse ata dronet ecin me drita natën, pra për t'u identifikuar, domethënë nëse duam t'ju bëjmë dëm, ju bëjmë. Pra, du ta kishin bo, po megjithatë landi më mirë vonë se sa fare. Okej. Zoti Shala, nuk mbaroni intervista, do të ftoj përsëri unë, do të ftoj. Kismet. Jo, do më japësh fjalën mua se ishte me vërtet shumë interesante. Të falenderoj shumë për këtë bisedë shumë dimensionale, në fakt, shumë dimensionale. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.